Në parë të Vjosa Osmanit, presidentes aktuale të Kosovës, ku bëri kërkesë që të ketë ndryshime kushtetuese dhe që presidenti ta zgjedhë vetë. Në fakt populli ta zgjedhë direkt presidentin e Republikës. Si e vlerësoni ju, a mund të jetë e mundur, sepse në Komisionin për Legjislacion pati shumë përplasje mes përfaqësuesve të partive politike të ndryshme, normalisht nga grupet parlamentare që janë atje. Në fakt, amendamentimet kushtetuese të asaj kohe që përmendeshin ishin të vitit 2011, që i bie një kohë shumë e gjatë kur e krahasojmë tani që jemi në vitin 2026. A ishte kjo një lëvizje e ngutshme gjithashtu e presidentes? Tani unë i shmangem interpretimeve dhe komentimeve të ngutshme ose të vonuara, po proceduralisht, juridikisht, mendoj që një presidente të cilës po i mbaron mandati nuk do të duhej megjithatë ta bënte këtë lëvizje në muajin e fundit. E pyes këtë për shkak që sa kohë mund të marrë edhe ky ndryshim? Edhe ky ndryshim merr kohë. Tani do t'ju shpjegoj edhe si ndrohet kushtetuta. Për të ndryshuar kushtetuta e Kosovës duhet shumica e dyfisht. Shumica e cilësuar e dyfisht.